Shikues të nderuar, mirëmbrëma dhe mirë se veni në kallëzo për një me. Në vendin tonë, mira njerëz janë viktima të krimeve të luftës. Ata janë viktima për shkak se familjarët e tyre u vranë, u dhunuan e po ashtu u maltretuan gjatë kohës së luftës. Një kategori viktim e cila në vazhdimsi është duke përjetuar në lëkurën e vet krimet e luftës në mënyrë të vazhdueshme janë familjarët e personave të zhdukur. Ata çdo ditë jetojnë me ankthin dhe pritjen se ku do t'i gjejnë familjarët e vet. Në një seri të emisioneve kemi vendosur që përgjatë gjithë këtij viti të transmetojmë rrëfime të familjarëve të personave të zhdukur, duke ju sjellë në kujtesë ato çfarë ata në vazhdimsi janë duke përjetuar dhe duke bërë një apel të qartë që çdo kush që ka çfarëdo lloj informacioni për fatin e këtyre personave të raportoj dhe të ndihmoj në zbardhjen e fatit të pagjeturve. Është shumë e rëndësishme që të gjithë ju që dëgjoni këto rrëfime të ndani informacione në mënyrë që të bëhemi bashkë për ta zbardhur fatin e pagjeturve. Sonte në nisje të këtij emisioni do të transmetojmë intervistën me Shqipe Zogaj, një familjare të cilës i është zhdukur babai dhe e cila për 25 vite jeton duke pritur kthimin e babait të saj. Rrëfimi i saj është rrëfim i cili ndodh në të paktën 1500 familje të tjera, të cilat çdo ditë jetojnë me ankth dhe shpresë, duke pritur që personat e pagjetur të gjenden dhe fati i tyre të zbardhët. Po i them, në vazhdimsi do të transmetojmë intervistat e tilla në mënyrë që t'ju sensibilizojmë dhe t'ju tregojmë për pasojën, traumën dhe shpresën të cilën familjarët e kanë. Po ju ftoj ta ndjekim intervistën me Shqipe Zogaj. Unë jam Shqipe Zogu, vajza e Bale Xhemal Zogut, i zhdukur në luftën e fundit në Kosovë me 29 maj 1999, i zhdukur në fshatin Komoran, komuna Glogocë. Tregona pak për babën. Kush ka qenë? Okej, babi ka qenë dhe mban statutin dëshmor i zhdukur i ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Ka qenë mjeshtër me profesion dhe ka qenë armpunues dhe ka asistuar dhe ka mbështet gjithë makinerinë që ka pas në dispozicion në atë kohë ushtria çlirimtare e Kosovës, konkretisht shtabi i UÇK-s që ka qenë edhe në Llapushnik për të vazhduar pastaj shtabin e përgjithshëm të UÇK-s në malet e Berishës. Babi ka qenë pjesëtar i UÇK-s dhe sot gjejmë disa prej monumenteve që ai ka punu në atë kohë ose pajisjeve që ai ka punu në atë kohë, siç janë edhe topi i komandant Ymer Alushanit, që është punu nga ai dhe sot është si një monument që tregon edhe dëshmon për luftën e ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Ka qenë pjesë e brigadës 121 Kumanova dhe prej datës 29 maj 1999 është i zhdukur i luftës së fundit. Çu kujtonte? Çu ka qenë? Ka njëherë tham kam qenë fëmijë me fat që kam pasur një bab si ai, sepse përveç faktit që kemi jetuar veç 8 vite bashk, unë kam arritur të memorizoj shumë kujtime me të. Fatmirësisht kemi qëndruar mirë ekonomikisht para luftës dhe ajo që më shumë e kujtoj babin kanë qenë pushimet që i kemi bërë në Ulqen atëherë bashk. Dhe me tregu vish një detaj, plazha e vogël e Ulqenit e ka një mur të betonit dhe kur kam shkuar si e rritur, e kam parë që ai mur nuk ka qenë aq i lartë sa ishte atëherë kur mbante babi të përdorë edhe shëtisja, murin dars që ndan shëtitoren prej plazhit. Do me thënë, babi ka qenë i përkushtuar shumë për familjen, ka punuar shumë dhe kemi arritur të krijojmë disa momente të mira bashk. Mirë po gjithmonë ka qenë person që e ka dish lirinë dhe e ka pengu shumë fakti që Kosova ka qenë e pushtuar ose e okupuar nga ish shteti Jugosllav Serbia. Çka mon mend për çështën e kohën? Mbaj mend shumë gjëra. Për shembull, babi ka punu shumë edhe me
punë të drurit, edhe artefakte të ndryshme. Ka arritur të punoj shqiponja të ndryshme dhe simbole të atëve dashurisë. Edhe mbaj mend që në përvjetoret e 28 nëntorit, gjyshja dhe antarët e tjerë të familjes i fshihnim ato sepse na kontrollonin gjithmonë forcat serbe. Do me thonë, ai në atë situatë tek ne e kanë mbjell dashurinë për atë dheun, me simbolikat e tij, me mënyrën e tij. Fatkeqësisht shumica jo, po të gjitha janë djeg pikërisht në shtëpinë tonë që e kemi në Komoran dhe nuk kemi ndonjë kujtim të asaj kohe. Ka qenë shumë i dashur dhe ka qenë i përkushtuar për familjen, pavarësisht faktit që ka punu në një punë themi zyrtare ndoshta, ai ka punu edhe në punëtorinë e tij, edhe mesin e gjithë këtij angazhimi ka gjetë kohë për mua dhe për anëtarët e tjerë të familjes. E kujtoj që gjithmonë e kam prit tek dera e shtëpisë kur ka pasur të vijë ditën, edhe kam shkel me dy këmbët e mia mbi këmbët e tij dhe ai ka ecur, ka lëviz duke më mbajtur mua sipër. Kjo ka qenë ajo një moment që aq shumë e kam dashur edhe duke ja përqafuar këmbët si e vogël, kam ecur mbi këmbët e tij pa lëviz këmbët e mia. Kështu ka qenë periudha e lumturisë me babin para luftës. Çka kujton prej tij nash? Kam qenë shumë e vogël, veç 8 vjet. E kujtoj, ka qenë pak i ashpër në kuptimin e asaj që ka deshur të gjithë të jemi të sjellshëm. Nuk ka toleru nëse kemi pasur mos pajtimet mes fëmijëve, kemi qenë në bashkësi familjare edhe me axhin. Dhe është gëzuar shumë kur unë kam arritur sukseset në klasë të parë. E ka deshur shumë që ne të shkollohemi të gjithë fëmijët. Mi ju tregu një detaj, gjatë luftës, unë kam fillu klasën e parë, 97-ën, shtator, 98-ën më veç kanë fillu lufta. Në fund të 97-ët veç janë pozicionu forcat serbe në Komoran. Edhe ndër shkollat e para që janë mbyll, ka qenë shkolla e Komoranit. Pikërisht për mos ma ndërprer procesin e mësimit, duke e ditë sa e rëndësishme është klasa e parë për një fëmijë, më ka qenë te dajt, veç mu, që unë më shku në shkollë. Edhe sot kam një fotografi të një pjesë të klasës së parë me një mësues tjetër. Pastaj kur është mbyll edhe shkolla tek dajt, kemi vazhdu tek një teze e nënës në Slatin. Ku ka pas një shkollë të hapur, të ndonjë familjari, babi më ka qenë në atë shkollë për mos me ngec mbrapa në proces të klasës së parë. Çka ka pas planet për jetën? Në detaje nuk e di, por kur flasim me nanën, na tregon që ka qenë ëndra e tij që fëmijët të vazhdojnë shkollën. Madje shpesh e diskutojmë se ne jemi 4 motra një vëlla, shpesh e diskutojmë që edhe sot, si që e kemi gjetë veten secili në profesionet e tona, pak a shumë është shkrirja e dëshirës së babit. E di që i kishte thënë nënës, do doja shumë që njëri prej fëmijëve të shkon në drejtim të mjekësisë, dhe ashtu është motra e madhe, është në drejtim të mjekësisë. Pastaj një fëmijë të shkojë në drejtim të drejtësisë, unë jam juriste. Pak a shumë, kjo ka qenë ëndra e tij, që fëmijët të shkojnë përpara dhe të shkollohen. Me aq sa kemi arritur ta zbërthejmë edhe nga komunikimet që i kemi pas me nënën. Por mbi të gjitha, ëndra më e madhe e tij ka qenë një Kosovë e lirë. Çka ndodhi në 99-ën? Në 99-ën, ne ishim në malet e Birishës për 3 muaj radhazi. Atje ishte edhe shtabi i përgjithshëm i UÇK-s dhe një pjesë e ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Siç e dini, është territori i vetëm në të cilin nuk kanë prekur forcat serbe. Por, si të izoluar në një farë forme në ato bjeshk,
popullata kishte vështërsi përveç frikës së sulmit nga forcat serbe, edhe vështërsi edhe më të rënduara tjera që rrjedhin nga mospasja e gjërave elementare ushqimore. Kështu shpesh ushtarët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës me burrat që ishin civil në atë pjesë organizonin, themi, forma të ndryshme të furnizimit me ushqim. Dhe këto organizime i bënin kryesisht natën që të mos diktoheshin nga forcat serbe. Shumë shpesh babi ju ka pri këtyne organizimeve bashkë me shokët e tjerë, edhe kanë arritur të sigurojnë mielë dhe gjërat elementare për ushqim për ato familje, mira familje që ishin në bjeshtë e Birishës. Me 29 maj 99, babit i kërkojnë prap me shku edhe me organizu një furnizim të tjetër. E di që në familje kër e diskutoj këtë gjë, e kundërshtuam. E kanë kundërshtu duke i thënë që s'ka shumë ditë që ke shku, prit pak, mos krijo dyshime, edhe ai ka qenë shumë këngolës, edhe ka desht me shku pa tjetër. E mbaj mend që kur ka ndodh atë ditë, ne e kemi sot ende kapelen e babit, duke i thonë gjithë që jo mos shko, pritni edhe pak, daja em e kundërshton ashpër dhe ja kap kapelen që e ka pas të kapën me jaknën që e ka pas vesh, edhe i thot në asnjë mënyrë mos me shku, edhe ai është njohur për shumë gozimtare dhe këmbgulës, sidomos kur i është kërku një favor nga dikush, ai ka bërë çmos që ta realizoj. Edhe i ka mbet dajës kapela në dorë dhe ai ka vazhdu furishëm tek grupi prej 30 vetash që e presnin. Janë nis 31 veta. Ku kanë pas me shku? Kanë pas me ardhë në Komoran, tek shtëpit tona, sepse aty ka pas furnizim të mjaftueshëm me miell. Edhe babi ju ka pri. Ka qenë shumë vigjilent, edhe rruga që tani na shpije për të shtëpia, në atë ku ka qenë e pashtruar, edhe në maj ka qenë lagështi, edhe ai ka vrejt gjurmë të reja të tankave ose autoblindave të forcave serbe. Edhe në atë mesnat, nana thot që ka qenë një han tepër ndriçuese, edhe shumë dritë. Ai ka sinjalizu shokët e vet që ndaluni se s'është situata në rregull. Edhe në momentin e parë që e kanë vrejt forcat serbe që ky po sinjalizon të tjerët, kanë fillu edhe kanë shtën, që i bie kanë shtën në derë të shtëpisë shumë afër. Babin e plagosin. Babi ka qenë civil atë? Atë ditë babi ka qenë civil bashkë me 30 veta tjerë civil. Babin e plagosin në këmbë, ndërsa në pamundësi për të mbrojtur dhe për t'ju kundërpërgjigjur me zjarr forcave serbe, shokët e tij largohen dhe babi mbetet i plagosur atë. Kam qenë veç 8 vjet, në mëngjes kur e kuptova, nga lotët e nënës dhe gjyshës, e dita që diçka ka ndodhur me babin. Posa është bë dritë edhe mami ka gjetë dylpit e babit. Bashkë me dajen kemi shku në pikën më të lartë të Bishkës, atje e quajtur Pallanik. Edhe kemi vazhgu me dylpit se çka po mundemi me vrejt prej vendit ngjarjes, se është parë, domethënë kur vendi ku ka ndodhur sulmi ndaj babit. Edhe kemi parë që 300 metra larg shtëpisë tonë ka qenë një makinë e forcave serbe. Edhe si që thot nëna, një makinë e bardhë, ndoshta NIV, nuk e di sakt tipin. Edhe
kur jemi kthy aty, kemi gjetë disa fasho diçka, Çka ke cigare. pa aty në altë? Atje vetëm atë makine kemi pa që ka qëndruar aty për një 30 minuta, ashtu diçka. Edhe pas asaj, prej asaj pike, makina ka lëviz te postbloku i ushtrisë serbe, që ka qenë në vendin e quajtur Qukat. Aty ka qenë ushtria serbe. Tash, për të qenë sinqert, në atë kohë thonin që kjo pjesë e ushtrisë serbe është pak më e disiplinuar dhe i respekton rregullat e luftës. Edhe ndoshta kjo më hepat shpresën që ndoshta ata mund të kenë një detaj se çfarë ka ndodhur me babin, ose ndonjë fakt, ndonjë provë çfarë ka ndodhur me babin. Prej aty, Niva pastaj, ose ajo makina e bardhë, pasi ka qëndruar edhe një periudhë të kohës te postbloku i ushtrisë serbe, ka lëviz në drejtim të Komoranit derisa më nuk kemi mujt me pa me dulbi. Kur jemi kthy, vendi i parë normal që kemi shku edhe kemi... Hajtë kujtoj pak çka ka thonë nona aty? Ajo ton kohën, doja ishte ai më shumë që sheke për i dulbive, por ton kohën nona insistoi ke me po vetë. Edhe e di që ton kohën ka thonë nuk ka me pështu mo, s'ka shans me pështu mo, se babi ka pas disa tentim rreziku për jetë në mesin e krejt luftës. Edhe është shqu për ndoshta guxim të tepruar në atë situatë. Edhe nana që ato e di që ka thonë ma nuk ka me u kthy ma. Jo, s'ka me u kthy ma, se rama në duart e tyre, si ka thonë ajo, ra në duart tyne dhe ma nuk kthehet i gjallë. Po del që edhe ashtu ndodhi, sepse tash e 26 vite, sikur të ishte i gjallë, ai do të gjente një formë për të kthyer. Edhe ku shkoni prej pikës? Prej aty jemi kthy prap tek, do me thonë, janë konë ato tendat e improvizume të najlonit që kemi jetu, jemi kthy atje, e di që e ka vetë gjyshi, me pa durim, çka gjet, çka pa, çka a pa diçka, dhe ja tregoj qëtë histori. E di që gjyshi e ndezi një cigare dhe heshti për të mos ta diskutu ma që ka ndodhi me babin, të paktën prani tonë jo. Gjyshja? Gjyshja në atë pjesë të luftës ka qenë ajo që kogja shumë na ka mbajt afër neve. Nona ka qenë shumë e ri. Ende pa mbush 40 vjetë dhe normal e ka përjetu tepër rënd. Nuk ka pas ndoshta edhe kohë me trajtu mërzinë tonë për shkak të asaj çfarë i ka ndodhur. E gjyshja e di që na ka qëndruar shumë afër ato ditë. Mirë po ka qenë një shok shumë i madh për krejt familjen. Qëndroni në kamp, edhe sa ditët? Po du me tregu një pjesë fillimisht të situatës atje, se si e kam përjetu si e vogël. E thash që për familjen ka qenë një shok i madh për gjithë. Thash edhe në fillim që babi ka punu shumë punime. Për shembull, e kemi ende një brisk të babit që e ka punuar vetë me dorë, edhe e di që e mora atë brisk, edhe u largova nga tenda ku qëndronim, edhe e shtrëngoja fort, sikur doja që ajtë më përgjigje se çfarë ka ndodhur me babin. E di që kom qëndru e ullër, edhe duke e shtrëngu fort qatë brisk për një kohë qatë gjatë. Edhe si e përhumbur, në një moment menova pse kërkush s'po kujtohet për mu. E sot kur e kujtoj, thëm, se cili e ka pas situatën si kurse unë. Edhe motrat, edhe nona, e cila e ka pas mas vështiri me 5 fëmijë, me i madhi 16 vjetë, me i vogla 9 muajshe, ka qenë situatë tepër e rënde dhe shumë e vështirë me përballu. Kur jemi kthy prej, se ngjarja e babit ka ndodhur shumë pak ditë para çlirimit të vendit, do me thonë 29 maj, diku rreth 2 javë,
veç u shliru Kosova. Edhe kur jemi kthy, e di që kur kemi ardhur gjithçka ka qenë e djegur, edhe e mbaj mend qysh s'dinim nga t'ja fillonim me rikriju jetën pa të. Tregom çka keni gjetë te vani ku zhduk babi. Fillimisht kemi kërku mos rastësisht, po është edhe ai. Kur jemi shku atë, e kemi gjetë vetëm disa fashu, diçka që dyshoj që ndoshta ja kanë mjeku plagën, ose qizmja ka qenë e prerë, të dy qizmet e babit i kemi gjetë, të cilat i kemi ande. Në qizme e kemi vrejtë që ka qenë i plagosur, se kemi pas gjurmë të gjakut, edhe do me thonë vrimat e plumbit. Kemi gjetë cigare, që babi nuk e pen cigaren. Po për ata minuta sa ka nejt, babi me personat pa njohur, që aludoj të kënë qenë të forcave serbe, ka bisedu edhe ata kanë pi cigare dhe e kanë pyet. Diçka tjetër nuk kemi gjetë, edhe një pjesë e materialit si tenci, diçka që i kanë qenë të ullur aty se ka qenë lagështi, as ato se kanë marrë me veti. Do me thonë, materiali forcave serbe, se diçka e gjelbërt kështu ka qenë, si pjesë e materialit ku kanë qëndru ullur, ato që i përmenda, diçka tjetër nuk kemi gjetë. Edhe qizmja e prerë, që nën kupton që e kanë prej qizmën, kanë tentu mja mjeku plagën, dyshoj që e kanë marrë, kanë tentu mja mjeku për ta marrë si dëshmitar, ndoshta, ose për të marrë diçka informacion prej babit, që unë dyshoj që kanë mujt me nxjerrë diçka prej tij, duke e njoftur karakterin e tij të fortë edhe ndoshta të palëkundur karshi ushtrisë lirimtare të Kosovës. Ktheheni në 99 në shtëpi. S'kemi ku të kthehemi. Shtëpia e djegur 2 herë, sepse gjatë armëpushimit, babi ka tentu ta renovojë dhe ka rregullu dritare 2 herë. Po edhe pas atij tentimit rregullimit nga ana e babit, edhe 1 herë djegët shtëpia. Oda që i kemi thënë këtu në herë, ambienti ku kemi vazhdu jetën derisa e kemi renovu shtëpinë, edhe ajo ka qenë gjysmë e djegur. Do me thënë, është tentu të djegën nga forcat serbe, po sikur për fat është shuar zjarri, edhe ka mbet një pjesë e saj pa u djeg, edhe në atë ambient kemi jetu ne derisa është renovu shtëpia, në atë kohë nga ndihmat që i kanë dhënë shtetet për renovim të shtëpive të djegura në Kosovë. Ishte shumë e vështirë me rifillu jetë. E di që motra e madhe refuzoi edhe të shkonte në shkollë. Ishte në shkollë të mjekësisë. Kur filloi viti shkollor, ajo ka vazhdu me disa ditë ose javë, nuk mbaj mend, më vonesë, për shkak që s'kishte as pak vullnet fillonte jetë. I zbardhni mëngjeset të shpresu që diçka do dim për të. Çdo lëvizje ose hapje e derës ishte sikur një thirrje se mos rastësisht dikush po na jep një lajm për babin. E di që veç ditëve kur ka pas shi, se gjithë kohën thuajse gjyshi ka nejt jashtë të prit, mos po vjen dikush edhe po i thot diçka. Axhallart, Axhe, edhe antarët e tjerë, burrat, familjes së gjerë, me njerë si kemi ardhur prej luftës, kanë fillu kërkimet. E kemi kërku në bunar të ndryshëm. E kemi kërku, babi ka pasur një kanal i cili ja ka mundësu mi rregullu automjetet, do me thënë i hapur, edhe ajo pjesa e kanalit ka qenë
prej punës që aja ka bërë e mbushur me vajra të ndryshme të mjeteve, të automjeteve ose mjeteve motorike, edhe thellësi shumë e thellë, e kemi kërku edhe aty, e aty e kemi gjetë një kafshë të ngordhur, edhe e di që Agji, kur ka has në diçka, ka dalë edhe ka qajtë se ka besu që e ka gjetë babin, po tani ka dalë tjetë që është kafshë. Pastaj kemi pyet në për njerëz se mos dikush ka dëgju diçka, mos dikush din diçka, po për fillimet muajt e parë nuk është që kemi marrë ndonjë informacion. E pastaj kur filluan të lirohen pengjet nga burgjet serbe, aty ka pas raste kur na kanë thënë që ish një i burgosur atje, ndoshta nëna Morav krejt në Drenicë që ka qenë në një dhomë me babin. Ose ka dëgju diçka që u përmend emri babit. Edhe na në kushte goxha të vështira ekonomike kemi pagu taksi për me shku, me pyet, a ka gjeta, a ka pa, jo, diçka. Dhe kemi marrë me përgjigje bushe. Ka pas edhe tentime të atyne që na kanë kërku mjete financiare, që po, dikush din diçka për Balin, po kërkon mjete financiare. Edhe na kena tentu mi grumbullu ato mjete financiare. Pastaj kur ka dëgju që ne jemi të tubu pare për me na dha informacion, u lajmëru vetë dhe ka thonë jo, ai ndërmjetësuesa, kushdo që ju ka thonë nuk është e vërtetë, se unë nuk e njoh, as nuk e di, edhe mos mbledhni pare se unë nuk marr pare se nuk di kur gjë për të. Kanë mbledh pare në emër të ndonjë shqiptari, serbi? Shqiptari në emër të Serbit, ndoshta edhe për shqiptarin. Kështu. Qysh është lajmëruar që ka thonë nuk di kur gjë? Po, nuk e di, ndoshta edhe ka kuptu goxha gjendjen e vështirë ekonomike tonën që mezi po arrim me mbledh diçka, ose ndoshta edhe u kanë dezinformim që ai e ka kuptu që nuk është e vërtetë kjo, nuk është u buru prej tij, ose nuk e kam shumë të qartë situatën që shukon atë në sakt, vetëm e di që na kanë kërku edhe mjete financiare, veç për me na tregu që është diçka, dikun. Në situata të tilla, jo të gjithë dëshmoj njerëzin. Ndoshta ka pas edhe njerëz të pasinqertë që kanë ndesh me përfitu, ose të padrejtë. Ma e vështira ka qenë periudha kur filluan të gjinden viktimat luftës. Edhe u krijojshin ato morgjet identifikuse, ku identifikimi bëhej nga familjarët përmes rrobave që kishin veshur të vdekurit. E di që sa herë nana e merr ke atë rrugë me shku, më kujtohet një situatë kur në Rauvec ka shku për identifikim. Unë jam lut aq shumë të mos ta gjente. Jam lut aq shumë të mos ta gjente se sikur doja gjithë qysh të vinte gjallë. Ka pas rast kur jam gëzu që se ka gjetë. Kur e menoj sot, tham, ma mirë i shko një dhembje që kish marrë fund atëherë, se sot tash një dhembje që po vazhdon alo. Se plot 26 vjet me qenë pritje, është ankth. Është traum që nuk të lerehat. Ka raste kur edhe një numër i panjohshëm kur më ka thënë telefon, më është rithëru krejt trupi, derisa ja kam hap me kuptu kush është. Se ton konje kon pritje që dikush që tash po don me thonë diçka edhe po don me ta dhoni lajm. Sa herë ka dash nanës me po këtë rrugë? Shumë herë.
nuk e mbaj me numrin e herave, vetëm e di që ka qenë një familjar që ka punu taksi. S'kemi pas makinën tonë edhe u dasht me të me shku shumë herë. Fatmirësisht ai shumë shpesh ka tregu mirë kuptime dhe nuk është që ka kërku pagesa që s'kemi mujt me përballu, po shumë herë. Tash kur e menoj dhe me çka është edhe me çka është ballafaqu nona, edhe sa e dhimbshme, sa e pa imagjinueshme. Po aso rrethona ka qenë atë kohë, nuk e mujt ti me kërku mbështetje edhe me të siguru transport dikush se ti mezi s'ke prit me këqyra apo është aty apo jo. Çka theke kur u ktheke? As kësaj radhe nuk kesh sen. Jo, s'kesh sen as kësaj radhe. Përmende keni pas shpresë. Po. Ajo shpresa në fillet e saj ka qenë shumë e madhe. E maj men që në fillim, po flas për ditët e para kur u zhduk babi, kur e pash që nuk po vjen as të nesërmën, as të pas nesërmën, as pas një jave. Filloj ai lutja Zotin që Zot, edhe 2 javë ditë mos të vjen, vetëm pas 2 javë le të kthehet. Kur këtë javë të bën muaj, e shtyja fatin, sikur e bëja një negocim me dikë të panjohur që ai ka më ma sjell babin, patjetër, veç unë duhet t'i dha fat. Kurse si nuk doja të ishte i vdekur. Nuk doja as me menu që është i vdekur. Pastaj ka pas situata kur edhe kur jam rrit, do me thonë, do shta në adoleshencë ose edhe më e madhe, kur jam taku me dikë edhe më ka pyet, edhe kur i kam tregu që babin e kam të zhdukur prej luftës, kur më ka thonë ngushëllime, jam irritu. Edhe në një situatë e di që dikujt i kam thonë, e pse po më thunë ngushëllime, ku po e di ti që është i vdekur. Edhe është stej personi që i kam thonë, po atë shumë ka qenë shpresa e madhe që ai ka më kthy i gjallë. Babi është njoft si karakter shumë luftarak, shumë i gjallë, edhe e besoja shumë që ai ka me gjetë një formë edhe ka me na njoftu, ka me na dhoni mesazh, ka me na dhoni një sinjal që ai është gjallë dikon. Sikur e menoja të pavdekshëm. Ka pas raste kur edhe gjyshi ndoshta e ka kultivu pak a shumë qitë ndjenjën e shpresës, sepse edhe sot në lapidarin e dëshmorëve në fshat, nuk është emri i tij. Çu kujton gjyshin? Gjyshi e kujtoj me atë plisin e bardhë që se ka heq në asnjë një situatë, edhe atëherë kur është në një rrethim, për shembull, kanë hyrë forcat serbe dhe na kanë hyrë në shtëpi, ai se ka heq kur plisin e bardhë. E kujtoj si një burr i cili mori për mbisupe edukimin e 5 fëmijëve të djalit të tij. Me njerë pas luftës ka mungu energjia elektrike. Edhe e ndeste një qire, ose lampën, që kanë qenë ato lampat me vaj, edhe na rrethon të njëve fëmijëve, për jashtu motrën e vogël. Na tregon të histori të ndryshme, vetëm për të na dhënë edukimin përmes historieve të ndryshme. Ka qenë shumë i prerë në ato që ka thënë, edhe ka qenë i panegociueshëm në kuptimin e asaj kur të ka thënë kthehu në kaq ora pas lojës që e ke bë me shok në lagje, është dashur të më kthy në atë orë edhe pse s'kam pas orë. Do me thonë, e ka marrë për 100% edukimin tonë. E përmendë që ai ka refuzu me pranu. Po, ai ka refuzu, edhe pak a shumë kjo menoj që ma kanë gjalla të shpresën të fëmija që, si fëmi po menoj, që babi mundet me kanë gjallë. Sot emri i babit nuk është në lapidarin e dëshmorëve në Komoran.
pikërisht për shkak të refuzimit të gjyshit, sepse ka pas shpresë që djali i tij ka mu kthy. Me siguri ka njoft karakterin e tij edhe ka ditë personalitetin që babi ka pas, edhe ka besu shumë që gjyshi ka besu shumë gjyshi që djali i tij ka mu kthy. Ne deri vonë nuk kemi arritur të fitojmë, themi, mbështetjen financiare shtetërore, pikërisht që nuk e kemi shpall babin të vdekur. Sepse edhe legjislacioni në Kosovë kërkonte që fillimisht të shpallet i vdekur, e pastaj të gëzonte statusin dëshmor. Janë procedura ndoshta birokratike, por të cilat kanë qenë të domosdoshme për me u bo, për me fitu atë financim material, që për neve ka qenë ekzistencial. I vetmi burim me të cilin jemi rrit, i vetmi burim me të cilin ne jemi shkollu, edhe i vetmi burim që e kam bajt familjen gjallë, se pastaj në gjyshi ndroi jetë, edhe gjyshja po ashtu, edhe vetëm ne. A pret që dikush mundet me pas informacion dhe me nda? Po, pres. Fshati ku kam jetuar, edhe babi, ka pas edhe entitet serb. Edhe unë e di që ka shqiptar që ndoshta nuk jetojnë në Kosovë, por që në atë kohë kanë jetu në Kosovë. Edhe kanë gjasa me pas informacion për rastin e babit. Sepse ata kanë pas kontakt me forcat e atëhershme serbe. Që kjo është ajo një fije shprejse që ndoshta prej tyre mujna me siguru një informacion. Sepse na e dina që kur të shtukurit e vetëm individual është kogja vështirë me identifiku dhe me i gjetë në krahasim kur shtuket një grup kolektiv kështu. Ti ke studiu drejtësi. Po. Kur e ke lexuar qëtë informacion? Ç'jeni? Fatkeqësisht nuk kam arrit me siguru themi kontakt të këtij shqiptari. Kur po flas për informacion, kur e ke lexuar informacionin që në historitë e drejtësisë tranzicionale, kur zhduket një person i vetëm, është shumë vështirë me gjetë trup. Si jam dion. Ka qenë ashta informacioni i parë që më ka lëndu thellë. Sepse edhe nëse i analizojmë luftrat në botë, rastet që më pakti janë identifiku ose nuk janë identifiku janë pikërisht rastet individuale të zhdukjes. Edhe kjo më njerë më ka asocu të ajo që edhe babi mundet me qenë mesin e tyre që ka gjasa që kur të mos dihet për fatin e tij. Siç ka zhdukur në botë, në luftra të ndryshme që kur nuk janë identifiku. Kjo normal më ka dhimbë shumë. Edhe ka qenë një pengesë ndoshta me shpresu që diçka kena me gjetë për babin. Nga këto dialogimet që po bëhen për zbardhjen e fatit të zhdukurve me palën serbe. Sepse edhe sikur të ketë informacion, pala serbe për raste individuale mendoj që s'angazhohet. Ndoshta edhe kërkesat për me identifiku edhe nga ana e kosovarëve mujnë me konë më shumë për grupet ku janë zhduk në numër më të madh, që ndoshta edhe është e kuptueshme në kuptimin e asaj që identifikohen më shumë, po dhimbja është e njëjtë. Si te ata familjarë që e kanë një të zhdukur, sikur te ata që kanë dy më shumë të zhdukur në grupe, dhimbja është e njëjtë. E shpresa e vetme është te çajo lidhja që thash, ndoshta sikur të gjurmohen themi arkivat e ushtrisë serbe,
specifikisht të kësaj pike që ka qenë pika që e ka pranu themi babin prej rastit kur është sulmu, ndoshta mund të gjinde diçka. Se babi ka pas me vetën në kohën e zhdukjes ose të kidnapimit, e ka pas atë shenjen identifikuse me emrin, biemrin edhe fotografin, ku ka qenë edhe i punësuar në fabrikën Feronikeli. Do me thonë ka pas të dhëna për të cilat kanë mujt me u përdor ose me u arkivu në arkivat e ushtrisë serbe. Kjo ma jep atë shpresën që ndoshta ta mujnë me pas ndonjë të dhënë për rastin e babit. A pretë që mundet me dalë në i dëshmitarë për i ty në me? Ka njëherë du me besu që njerëz arrin në pikën ku pendohen edhe rrëfehen ose dëshmojnë. Ka njëherë du me besu që në atë kohë, kushdo që ka pas informacion për babin ose përgjithësi për rastet e zhdukjes shqiptarëve më fortë, vjen në një pikë që s'mundet më me majtë për vete atë të dhënë. Sidomos nështë ka fundi jetës të tij. Kështu e krijoj atë imazhin qysh ka me pas mundësi me dalë informacioni për edhe kanë me u rrëfy ose kanë me kërku një rrugë që me dhanë informacionin të familjarët. Unë menoj që si kur të krijoheshin ura komunikimi jo politike, po përmes rrugëve tjera, qofshin OJQ-ve, jo shtetërore, kishëm me pas ma shumë sukses në marrjet e informacioneve për të zhdukurit me forcë. Tash, çështja e të zhdukurve në Kosovë është bërë politike. Edhe që ky element menoj që e penalizon procesin e identifikimit edhe nëse ekziston vullneti nga pala e kundërt. Nëse një pjesë, s'po them në të nësi, po ishin involvu më shumë shoqëria civile, ose të paktën në disa prej takimeve në dialog të ishin bërë vetëm mes këtyre palëve, jam e sigurt që kish me pas më shumë rezultat. Sepse edhe atje në Serbi mendoj që ka OJQ të cilat trajtojnë pjesëtarët e ushtrisë ose policisë serbe, të cilët dojnë me dhënë informacion për krimet që i kanë kry. Nuk dojnë më me mbajt. Ndoshta një ish ushtar, ma përpara jep një të dhënë në një OJQ, ku ndoshta i ruhet identiteti ose nuk zbulohet, edhe se sa të një organ qeveritar serb. Sepse e di që aty ka me mbet që atë, e të OJQ-ja ka mundësi me shku informacioni në vendin e duhur. Edhe si kur të organizohej që kjo në këtë skem, nështë ta kish me pas ma shumë rezultat. Jam e sigurt se edhe të zhdukurit serb e kanë të njëjtën brengë si kurse ne. Edhe familjarët e tyre e kanë të njëjtin shqetësim si kurse ne. Edhe si kur kjo të kalonte në këtë dimension, të trajtimit do të ishte pak më njerëzor. Trajtim human. Më human. Jo politik. Serbia me qëllim nuk i hap arkivat e veta pikërisht për çështje politike. Pastaj edhe nga ana e Kosovës nuk ka insistime këmbgulse për çështjen e të zhdukurve. Ne e dim kur u bë pikë dialoguse çështja e të zhdukurve. Jashtëzakonisht vonë. Ish dashur të jetë pika e parë që ish ul shteti, përfaqësues të shtetit të Kosovës, me shtetin e Serbisë, ish dashur me kon pika kryesore kjo. Se janë qytetarët e tu.
janë shtetasit e tu. Nuk ishtë dosht asë një pjesë tjetër të diskutuat, asë çështjet ekonomike, absolutisht, asë një diskutim tjetër para kësaj. Po fatkeqësisht edhe insistimi i qeverisë ose themi institucioneve kosovare ka qenë i vënshëm edhe jo këmbgulës sa duhet. Në kretë këtë histori që 25 vjetë, kur është momenti që mas shumë të ka mungu babi? Në shtëpi kemi fotografi të madhe të varur në muri. Edhe është fotografia që unë kom komuniku me të prej kuraj sështme. Atë fotografi e kemi në versionet të ndryshme, edhe ose e mbaj në kulet, e kemi në muri, e kemi në dhomë, edhe jemi mundu për mesaj me zëvendësu mungesën e tij. Është fotografia ku unë kam bërë foto kur kam qenë e veshur me vella. Edhe është fotografia të cilës i rrafehem për çdo sukses edhe me cilën kam komuniku përmes babit, përmes saj me babin. Interesant që është e krijuar si foto sikur të sheh thellë dhe të dëgjon me vëmendje, ashtu ta jep atë ndjesinë kur ti e sheh, sikur përmes syve të tij futesh në qenjen e tij edhe po të dëgjon. Babi më ka mungu në gjitha sukseset e mia, por edhe më ka mungu atëherë kur unë kom pas shumë nevojë. Thash që ka qenë shumë i përkushtuar për mësim, edhe më njëherë pas luftës, kur kemi fillu pastaj shkollën fillore, klasa e 2 dhe e 3, kanë qenë shumë të vështira për mu, sepse nuk ishte frymë të mësimdhënies në shtëpi. Edhe më ka mungu edhe ai në ato momente. Më ka mungu kur jam regjistru në fakultet për me ja tregu suksesin e realizimit të ëndrës tij. Më ka mungu kur kom diplomu, se kam 3 diploma universitare. Në të 3 rastet më ka mungu shumë. Më ka mungu kur jam martu, edhe kam dalë prej shtëpisë me vella. Një nga momentet që e kujtoj që më ka mungu shumë. Më ka mungu kur ju mba nanë për herë të parë, për herë të dytë, për herë të tretë. Në çdo sukses timin ka qenë mungesa e tij. Tash kom fillu një punë të re dhe 2 javët e para të punës kanë qenë asnjërin prej ditëve të punës nuk ka qenë që s'kam qajt. Nga vizitat që mi kanë bërë shokët e tij edhe nga krenaria që ata më thonin se ai do të ndihej sikur të shehte tash me këtë sukses. Unë nuk kam arrit ta gëzoj atë sukses, sepse mungesa e tij ka qenë shumë e madhe dhe vazhdon me qenë shumë e madhe. Më vjen keq me thonë, po asnjë gëzim nuk është i plot. Absolutisht asnjë gëzim nuk është i plot. Sikur i mungon urimit, fjala e tij, s'mundem me përjetu thellë asnjë sukses timin deri më tani. Asnjëherë s'kam arrit me përjetu. Gjithsesi më kanë rrjedhë gjithmonë lotët pse ai s'është edhe më zhdukur i mangët, ka njerë edhe i kot. Sikur po e realizoj një ëndër për të, po prap s'po përmbushem. Shikues të nderuar, kjo ishte intervista e parë transmetuar në këtë seri të emisioneve. Deri më tani, ekipi jonë ka intervistu më shumë se 40 familjarë të personave të zhdukur, të cilët i kemi selektuar duke i kërkuar në bazë të hulumtuesve tonë. Ajo çfarë po duhet ju bëj apel prej këto, është që secili prej jush që keni rrëfime të ngjashme, duhet të na telefononi dhe ne me ekipin tonë
do vim dhe do ju intervistojmë në secilin ambient në cilin janë. Andaj, ju lutem që në linjën tonë të telefonit 044 22 4498 apo edhe në linjat tona tjera të komunikimit në rrjetet sociale të na shkruani dhe të kërkoni që ne të vim dhe të marrëm intervistat me familjarët e tuaj. Andaj, po pres për jush që këtyre muajve në vjem të na telefononi dhe t'i bëjmë bashkë dhe ta dokumentojmë traumën të cilën ju e keni përjetuar. Vazhdoni me na shkruajt në kallzo.com dhe deri në emisionin e radhës, mirëmbëjtje.